Alors on danse. Lajmet më të fundit, ambasador, ju e ndiqni në mënyrë të rregullt dhe shumë sistematike situatën atje, kjo dhe për nga profesioni juaj sigurisht, dhe mos problemet e sigurisë që ju i keni aq për zemër. Më thoni ju lutem, çfarë ka për përshtypje orët e fundit, ditët e fundit, ditën e sotme, ç'a po ndodh në këtë fazë të re të luftës? Dim vetëm që është zgjatur anëpushimi, Irani ka konfiskuar 2 cistërna në Hormuz, ndërkohë amerikanët 3 ditë më parë, a 4 ditë kanë goditur një anije iraniane, një kështu tanker me naftë, e kanë goditur sepse ajo nuk dalonte. Ja, Irani qellon 3 anije në kushticën e Hormuzit, ndërsa SBA vazhdoi bllokadën dhe bllokimin e diplomacisë. Ambasador? Ku jemi sot, për të kuptuar diferencën? Situata mbetet, lufta vazhdon, kemi anëpushim, po ama jo, kemi gjendje lufte, ndoshta nuk ka shkëmbim zjarri, po gjendje lufte. Ajo që tërheq vëmendjen është një anësore, por shumë e rëndësishme, marrëveshje ushtarake e Shtetit Bashkuar të Amerikës me Indonezinë, që do të thotë nesër pas nesër po të duhet amerikanët mund të bllokojnë ngushticën e Malakës, që është një ngushticë tjetër nga e cila kalon nafta që del nga gjiri persik. Pra, ato tankerat e naftës që kalojnë ngushticën e Hormuzit, shkojnë nëpërmes ngushticës së Malakës që shkojnë. Ku është ngushtica e Malakës? Në Indonezi. Këtu më kape çik pa pritur. A mund të gjen dot një hartë tani në këto momente ta plasim në ekran? Më thënë, ngushtica e Malakës? Kjo marrëveshja Çfarë është ky lajm? Se ky lajm më ka shpëtuar mua, se kanë thënë këtë fakt. Marrëveshja ushtarake midis Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe Indonezisë, përveç se vazhdon të jetë në kuadrin e goditjes shteteve të BRICS-it, ai grupimi i shteteve i famshëm gjëja në ndikimin e Kinës, ku Indonezia u antarësua së fundmi dhe është një nga antarët me shumë peshë, ka popullsi të madhe dhe GDP gjithmonë më shumë në rritje. Pra dhe Indonezia është në BRICS? Edhe Indonezia është në BRICS, por ama në vend që marrëvesh të shkojë masavazit vendeve të BRICS-it, po i shkon masavazit Shtetit të Amerikës. Dhe duket që ka një tendencë nga Shtetet Bashkuara të Amerikës, Groenlanda, Panamaja, ngushtica e Malakës, ngushtica e Hormuzit, ka një tendencë për të kapur, ngushtica e Tajvanit, për të përforcuar gjithë ato që janë ngushtica nga ku kalojnë këto burimet e energjisë, nafta, gazi, lëngshëm e kështu me radhë. Nesër pas nesër në një ballafaqim me Kinën, pra do të shkojë presidenti në Kinë, ku mund të firmosë marrëveshje shumë të rëndësishme, të ketë sa më shumë letra në karta në dorë, siç i quhen zoti president këto. Pra filloi në një mënyrë me aq sa thatë ambasador, për ta thjeshtuar, ju po thoni Trumpi tani po i hyn në zemër shumë, po i hyn administratës së fund, tani po i hyn shumë në zemër dhe ka me shumë qejf të kapi gjithë ngushticat e botës? Po. Pra do thotë që Miço me Ramon sot, po duan të bëjnë sikur luftojnë, të luftojnë në Korfuz, pra të vej ushtria në Korfuz me përballë, pra me ku i bie me Saranët, të fillojnë një luftë të vit Trumpi të futet në ngushticë, pa ka shumë është kjo. Po të ketë naftë për të kaluar në për Korfuz. Ai sa ka. Atëherë po. Dhe ishte e bukur shumë. Tjetër lajm në sfond, në Korfuzit, çfarë perle do ishte. Tjetër lajm në sfond, domethënë kam ngushtica me Malakës, tjetër lajm në sfond është që të martën, pra për 5-6 ditë, mbushen 60 ditë nga fillimi i luftës. Pas këtyre 60 ditëve, presidenti nuk i vazhdon dot me operacion luftarake pa miratimin e Kongresit. Shumë kushte. Sot jemi ditë 58? I bie tjetër. Sot jemi 54, 54, më fal, po 54. Edhe 4-5 ditë. Që do të thotë se s'ka miratimin e Kongresit? Ai mund të vazhdoj? Ne po përjetojmë një lloj presidenti që ka bërë çuditëra, pikërisht, por nuk besoj se mund të shkojë deri aty që edhe mbas 60 ditëve të bëj pa Kongresin, sepse për të marrë sa para që i duheshin për të financuar këtë luftë, më duhet nga $200 miliardë. Ja dha okej Kongresi. Ja dha okej Kongresi, por diferenca në votim ishte vetëm një votë. Dhe po tjetë puna që do të diskutohet përsëri në Kongres, me gjithë to që ka ndodhur gjatë këtij muaji në luftë, është pothuajse matematike e sigurt që nuk e kalon klasën. Pra, Kongresi do t'ja ndërpresi financat. Dhe çan ndodh? Dhe është shumë interesante se si shumë nga luftrat që Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë nisur dhe me zori kanë mbitisur në këto 70-80 vjet, janë ndërprerë vetëm nga mos miratimi nga ana e Kongresit të fondeve për luftën. Lufta në Vietnam, për shembull,
nuk ishte fare vullneti në një president i Shtetit Bashkuar të Amerikës, po për shkak të presionit të opinionit publik, Kongresi janë ndërpreu fondet qeverisë amerikane në atë kohë dhe mbaroi lufta në Vietnam. Kështu ka ndodhur edhe me luftat në Afganistan apo në vende të tjera. Pra, Kongresi, me gjithë të president kredit pasakon, shumë bukur, përsëri arrin që t'i vëri fre në kur vjen puna ke miratimi i shpenzimeve ushtarake. Pra, dhe ju thonë që edhe Trump i landuar në një farë mënyre. Lufta mbaron dhe thotë se një çfarë bismillah Kongresi. Mund të jetë një alibi. Paka shumë edhe unë këtu doja dilja. Më thënë, për zotin president, ka shumë rëndësi që ta shtyja të kanosin deri në fund të rrugës, siç është shpreha, derisa të vijë fundi i 60 ditëve, që pastaj kjo që bëhet edhe çështja e Kongresit dhe sfumohet përgjegjësia personale e presidentit në trajtimin e kësaj lufte. Po ndërkohë jemi në një situatë shumë tragjikshme sepse ai ka përsëritur për herë dytë kërcënimin që do bombardojë këtë atë dhe në rast se bombardohet këto urat centrale të tjera, Irani do të bëjë një gjë me vendet fqinj, që do të thotë që gjiri persik të zhytet në një errësirë për 10-15 vitet që vinë, domethënë, dhe botës t'i hiki papritmës jo më 20-22% e energjisë, po kjo automatikisht do të çojë në aktivizimin e milicisë Houthi në Yemen, e cila do të blokojë dhe ato 12-13-14-15% që kalojnë nga ngushtica e Bab el Mandebit, që do thotë më shumë se 1/3 e burimeve të energjisë ekonomisë botërore do të thahet brenda 4-5 ditësh, dhe Kina më duket merr rreth 50% të burimet të energjisë nga gjiri, po Japonia merr mbi 90%, Korea e Jugut mbi 75%. Ata nuk kanë asnjë alternativë tjetër në momentin që bllokojnë këtu? Jo, pothuajse nuk kanë. S'kan asnjë alternativë, jo. Se vërtet mundet që të, siç thotë zoti president, që janë nisur anijet për të blerë naftë në Amerikë, por nuk është kaq e thjeshtë, nuk është, si thua, kaq e standardizuar nafta. Nafta që vjen nga gjiri ka një cilësi të caktuar, një përqindje të caktuar dhe ata janë mësuar me këtë lloj nafte. Kështu s'mund të marrin as naftë nga Kanadaja, as naftë. Duhet të ndryshojnë industrinë e tyre. Po, as nga Venezuela dhe as nga Kanadaja apo dhe nga Shtetet Bashkuara të Amerikës. Janë karakteristika të ndryshme. Kështu që papritmas. Kush janë vendet që i hanë më shumë nëse kjo histori shkon keq më keq? Japonia, thatë ju? Japonia, Korea e Jugut. Dhe Korea e Jugut. Sepse Kina ka flitet që të ketë rreth 1.4 miliard fuqi rezervë, stoqe, mundet ta shtyjë 4-5 muaj, 6 muaj, ndërkohë mund të rrisi kapacitetet e marrjes nga Rusia, nga Indonezia apo Malezia. Kështu që nuk e di sa e vërtetë është, po një koment që po lexohet thoshte që manifaktura kineze furnizohet kryesisht me energji që prodhohet nga qymyri. Pra, fabrikat dhe uzinat kineze që prodhojnë këto mallat e konsumit nuk është se kanë termocentrale me naftë, po i kanë me qymyr shumicën. Për të mos thënë pastaj që kanë një avancim të jashtëzakonshëm në 10-15 vitet e fundit në energji e rinovueshme, me era, ato eksportojnë dhe eksportojnë dielli. Dhe bëhet fjalë për disa zgjidhje revolucionare në këto prodhimin e baterive, cilësinë e baterive, që mund të karikohen shumë shpejt, mund të mbajnë shumë më tepër dhe për masa më të vogla. Dhe është vendi i parë në botë, thuhet, që do të arrijë të rezervojë energji elektrike në sasirat konsiderueshme për ta përdorur kur do ketë mungesë. Pra, të zgjidhë këtë problemin, ka erë, s'ka erë, apo ka diell, s'ka diell. Kur ka diell, prodhohet me shumicë, rezervohet, storage, kur ka erë, prodhohet, rezervohet, kur s'ka, futet në rrjet që ka. Pra, ai studimi që po lexoja bënte fjalë për e konsiderohet gabim trashanik këtë që ka bërë presidenti aktual i Shtetit Bashkuar të Amerikës, që $1 trilion që janë investuar në energji të rinovueshme gjatë kohës së presidentit Biden, janë hedhur në plera, sepse ky ka hedhur poshtë gjithë ato dhe ky është me formulën drill, baby drill. E ka të bukur shumë ato. Po. Drill, baby drill, do me thënë gërmo... Gërmo që të nxjerrësh naftë. Gërmo, po. Dhe është një historian, goxha i vjetër në moshë, universitetit më duket Mainit, me emrin Alfred McCoy, dhe ai kishte bërë një vëzhgim shumë interesant dhe thoshte perandorit
dallohen nga burimet e energjisë që kanë përdorur. Pra, kur ishin portugezët superfuqi, dinin të shfryzonin energjinë e erës. Pastaj spanjollët krijuan velat me erë për sosën velat. Anglezët u mbështeten ke qymyri, amerikanët te nafta, kinezët ke energjitë e rinovueshme. Pra, ajo që do jetë perandoria e të ardhmes, do jetë Kina, sepse po përdor këtë lloj energjie që i takon të ardhmes. Nëse amerikanët, duke ngulur këmbë te nafta, duke bërë këtë krahasimin nga Biden me $1 trilion që ishin fizuar dhe Trumpi që i hodhi poshtë gjithë ato, duket sikur enkas e çon Amerikën në një fuqi të dorës së dytë, duke i dhënë e përsi energjitike atyre që po investojnë në sistemet e reja të energjisë. Është një këndvështrim për të parë ndryshimin e ekuilibrave në botë. Ambasador Bimo, unë do bëj një xhiro tani të vogël dhe do kthehemi sepse më mbeti mendja te kjo fiksimi ndaj ngushticave. Sepse më bëri shumë përshtypje ajo që më the. Ishte një lajm që nuk e hasa dot. Kjo ngushtica e si e quhet që është në Indonezi? Malakës. E Malakës. Nuk e di le t'ju atë, erdhi në një foto për ta nxjerrë ngushticën e Malakës? Pse? Nuk e përton pak sot. Edhe më fut në mes ose Lito. Ose Lito, të lutem, më fut në mes. Mund mesja. Le t'ju, po im xhiron Dorelan plak. E pastaj rikthehemi prapë me ambasadorin. Vësh kokën në jastëk, semëria është rov që se lë të qetë. Kjo është këshilla për sonte, data 22 prill 2026 për Dorelani. Bravo Dorelan, dormire bene, vivere meglio. Rikthehemi në ngushtic plak. Me ambasadorin Bimo dhe për sonte, unë duhet të rikthehem dhe njerë, ambasador, te ky aktualitet që është aktualitet botror, vazhdon akoma, duam apo s'duam, ne duke sikur lufta është dhe preja, por në fakt vazhdon në forma të ndryshme. Shumë gjëra ne nuk i dim, jemi gjithmonë non-stop të sulmuar edhe nga fake news e ambasador, duhet ta dim në kohën që jetojmë, nga propaganda e të dyja vendeve. Po të shohësh propagandën e iranianëve, ata thonë që kanë akoma dhe 67% të këtyre raketave të balistike që ose për shumë që kanë akoma, këto njerë janë pa fund, thonë kanë nuk se sa ka, se sa janë me mira nga këto shahedët, nga këto... Vazhdojnë edhe prodhojnë, vazhdojnë edhe prodhojnë akoma. Po ndërkohë, sigurisht edhe propaganda amerikane edhe ajo e bënd vetën, ndërkohë, ambasador, para sa në mbyllim të emision për sonte, ja, dori kjo, më thatë në fillim të bisedës, që bile do përsërisni prap tani për i publik që sa po ka ardhur tani në studio dhe kap tani emisionin, ç'ishte kjo puna e ngushticës tjetër? Pra ç'është ky zell për ngushticat, ambasador? Ç'ishte ky lajm që më thatë? A mund ta përsërisni edhe një herë për ata që na vinë? Thjesht ky lajm është më shumë në sfondin e trajtimit luftës në Iran si pjesë e luftës indirekte midis Kinës dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, midis Amerikës dhe kinezëve. Pra, për të frenuar apo për të kontrolluar rritjen ekonomike dhe ndikimin e Kinës në botë, Shtetet e Bashkuara të Amerikës po bëjnë këtë luftë me Iranin që ta çbëjnë ekonomikisht Iranin si njësi ekonomike, sepse është jashtëzakonisht e rëndësishme për atë Belt and Road iniciativën, një brez, një rrugë që investojnë në infrastrukturë. Pra, Irani si për koridorin veri-jug nga Rusia për të zbritur poshtë, si për kinezët nga lindja në perëndim, është shumë i rëndësishëm, por për t'i dhënë më shumë peshë kësaj, jo vetëm gjiri i kjo ngushtica e Hormuzit, duan Amerikanët ta kontrollojnë ata, po të kontrollojnë dhe ngushticën e Malakës, sepse edhe ato që ajo që shohim atje midis Malezisë dhe Indonezisë. Unë fstekon, sa larg është kjo e para nga konflikti, nga teatri që po zhvillohet tani lufta? Jemi larg këto, po jo? Larg, po. Po është ato që quhet pika mbytëse, choke points, që mund të bllokojnë në qoftë se Shtetet e Bashkuara të Amerikës, duke pasur marrëdhënie të mira me Indonezinë, vendosin t'i krijojnë telashe anijeve tregtare kineze që kalojnë në këtë ngushticë, mund ta bëjnë. Po mirë, aty gjeografia është e tillë që është e njëjta, pra sa thuash, kjo ngushticë është kaq e vlefshme sa e Hormuzit apo është më pak e vlefshme? Kjo është edhe më shumë e vlefshme, sepse edhe trafiku i detar që vjen nga rajonet tjera për të vajtur në Kinë
ato që dalin nga Suezi, për shembull, për të vajtur në Kinë do të kalojnë nga kjo ngushtit. Ja, këtë më thonë larg është, por çdo fuqi që del nga Ormuzi për në Azi futet në Malaka. Edhe nga ato që dalin nga Suezi, edhe anijet që dalin nga Suezi, që shkojnë në Kinë, apo anijet që vinë nga Kina dhe vinë në Europë. Këtë ngushti sot kush e kontrollon ambasador? Këtë kontrollon Indonezia. Vetëm Indonezia? Po tash me këtë marrëveshje ushtarake kontrollojnë dhe amerikanët. Se nga ana tjetër kush është? Jo, nga ana tjetër kush është? Malezia, po mi Malezia, çdo më thonë që e kontrollon vetëm Indonezia. Si, aty kalojnë në njëdijshëm tani. Po mund ta mjafton një ngushtis, mjafton njëra nga anët mos jetë dakord ngushtisë. Po pse Indonezia me Malezin kanë probleme? Jo. Po pse do ta kontrollojë Indonezia këtë dhe jo të dyja bashkë për shembull? Po secili kontrollon pjesën e tij, apo shiko, për ta përdorin të dy, për ta bllokuar mjafton njëri. Ah, dakor. E pra, këtë dyja të shpjegonin, që njerëzit mos keq kuptonin. Pra, të dyja kanë pjesën e tyre të ngushticës. Po patjetër, edhe në Hormuz, për shembull, Irani në momentin që po i kërkon para atyre që kalojnë ngushticën, 1 milion me për vete, 1 milion e jep Omanit. Se Omani është nga ana tjetër e ngushticës. Sigurisht, po. Fiks, po. Edhe këta, nëse ta kontrollojnë nesër pas nesër 1 milion me. Do të thonë që me ligjen ndërkombëtare asnjë ngushticë nuk është me pagesë. Jo, quhen patjetër. Në bazë ligjit detit quhen hapësira pikërisht për tregtinë. Nuk ka tarifë, nuk është kanal, vetëm këto kanalet mund të ketë tarifa, këto kanalet e vogla. E brendshme, kanalet që janë brendshme. Ambasador Bimo, po ky lajm që ju sapo më thatë, ishte një lajm që ju e patë dëgjuar diku? Po ku ti ka shkruar në mendje kjo gjë? Po ka 10 ditë ose 2 javë që është bërë kjo marrëveshje ushtarake dhe pastaj në kuadrin e acarimit të ngushticës së Hormuzit dhe në debatin se kush po e kontrollon ngushticën e Hormuzit, shkon fjala pastaj edhe kush kontrollon edhe ngushticat e tjera. Dhe ambasadori më thon, ka disa javë që SBA negocion me Indonezin. Dhe po të shikosh pastaj në kuadrin e përgjithshëm, fillon e merr kuptim tjetër edhe Gibraltari, edhe ngushtica e Tajvanit, edhe ngushtica edhe kanali Panamas, edhe kanali Suezit, edhe Bab el Mandebi, edhe Malaka, edhe Hormuzi. Kur i dëgjon veçmas, kanë patjetër një kuptim, po kur i shikon gjitha bashkë, shikon që është një fuqia më e madhe e botës, me fuqia detare pa parë në historinë e njerëzimit, me aeroplan bajqës dhe fuqinë ushtarake që ka detare, të shkon mendja që nuk janë kaq të rastësishme këto gjëra, po janë pjesë e një strategjie të menduar më përpara se si mund të kontrollohen kanalet e rrugët e lundrimit detar për të penguar sa të mundur. Jo për të penguar, se në fakt nga nxitimi mund edhe të përdoren fjalët e duhura. Për të influencuar dhe për të kontrolluar, sepse në fund të ditës, se dhe bashkëpunëtorët amerikanë nuk janë interesuar ta varrosin Kinën, ta fundosin, sepse Kina është praktikisht manufaktura e botës. Sa po do ju pyesja për këtë? Po Kina është manufaktura e botës dhe për kuriozitet 50% e një rakete Tomahawk prodhohet në Kinë. Pikërisht pra. Kështu që është ironi e madhe. Po çfarë ndodh pra? Po pra, por ama si ta kuptojmë këtë por ama në qoftë se do të jetë. Nga ana tjetër dhe Kina ka goxha karta në dorë për të luajtur, siç janë tokat e rralla, manjetet, pa të cilat nuk prodhohet dot as F-35 dhe as këto që quhen municione me precizion, raketat me precizion. Kështu që nuk është se Kina është fare pa karta, por sa më shumë karta të ketë njëra palë në raport me palën tjetër, aq më imponuese është në bisedimet që pritet të bëhen në Pekin me 14 maj, që të bien dakord se si do të ndahen zonat e influencës në të ardhmen. Vizita e presidentit në Pekin në mesin e muajit të ardhshëm do të jetë vendimtare. Por është caktuar realisht, është mbyllur apo do të shtyhet? Po, për momentin është në agjendë. 14 maj. 14 maj. Më është vizitë 3-4 ditore, me parashikuar shumë takime midis të dyve, sepse mendohet që jo për gjitha gjërat do bien dakord që ditën e parë. Ndërkohë që bisedimet kanë vite që vazhdojnë. Për shembull, një nga kompanitë më të mëdha, BlackRock, që menaxhon rreth 13 apo 14 trilion dollar, është në vit parë të bisedime me palën kineze për menaxhimin e lëndëve të para, sepse BlackRock pikërisht në këtë është specializuar në menaxhimin e burimeve natyrore. Është në Ukrainë që ka një pjesë të mirë, ka blerë një pjesë të mirë të pasurive të Ukrainës. Këto e keni thënë për këto gjërat e rralla, këto nga të gjitha, minerale, naft, gaz, grur, misër, çfarë do që tjetë, boll që tjenë asete, boll që tjenë pasuri. Dhe në të gjithë të që po diskutojmë, jo që mbetet në hije, po është thëngjilli që mund të japi zjarr një gjë që është shumë afër nesh, është situata në Ukrainë edhe në Rusi. E cila duket sikur është lënë në hije. Ndërkohë që duket sikur po shuhet gradualisht,
ajo luftë, po herë mas here ka zhvillime të rrezikshme. Bëhet fjalë për angazhime me dron nga vendet balltike në drejtim të Rusisë dhe nga Rusia në drejtim të vendeve balltike. Pra, duket sikur me paksimin e luftimeve në frontin e luftës në Ukrainë, është shtuar aktiviteti i dyshimt dhe estonezët kanë kapur një tanker ruse, kanë çuar në portet e tyre. Ka disa zhvillime që parathon se mund të ketë zhvillime më intensive në drejtim të përplasjeve të armatosura edhe në atë pjesë. Shumë e ekspozuar është rajoni jonë, Bosnjë-Hercegovina, nuk ka ende në një lajm të qëndrueshëm për Kosovën, Kosovë-Serbi, që të mund të jetë pjesë në një Po Bosnjë-Hercegovina pse, ambasador? Sepse është federata bosnjake me Republika Srpska. E di, po pse është rrezikuar në këtë moment që thotë? Sepse deri vonë pa ndërhyrjen e Shtetit Bashkuar të Amerikës, ai zotëria kishte shpallur që do të shpallte shkëputjen e Republika Srpska nga federata bosnjake, dhe Bosnjë-Hercegovinës, që të thoshte fundi i shtetit bosnjak, i shtetit Bosnjë-Hercegovinës. Me ardhjen e presidentit Trump, u bë ai marifeti që është qoftuar goxha edhe në Shqipëri. Ju shpall njerë non grata, Dodik, sa i hoq grata, u bë non grata. Po ju hoq. Ai mori përsipër që ndonë merrte më pjesë në politikë. Pra, derisa pa ardhur zoti Trump në Shtëpinë e Bardhë, situata në Bosnjë ishte jashtëzakonisht e rrezikshme. Nga 20 janari, deri tani duket që është difuzuar kjo është tensionuar kjo situatë. Pra ju tani shikoni në një dritë të re, ambasador Bimo, një konflikt të mundshëm, thonë ju, mund të jenë fillimet e një konflikt të mundshëm midis Rusisë dhe Europës, disa vendeve të Europës. Aq më tepër tani në një kontekst të ri gjeopolitik ku amerikanët, paktën administrata që është tani në pushtet, po e linçon NATO-n çdo ditë më shumë. Absolutisht. Nuk do jetë më NATO në rast të një konflikti, siç ka thënë gjermanët, që deri në vitin 2029-2030 do jenë gati. Dhe këtë gjë europianët, elita europiane sot, plas Bashkimin Evropian, ambasador, janë kaq naiv dhe miop që nuk e shikojnë që në vend që të flasin me Moskën, vazhdojnë akoma të jenë të vasalizuar. Pra, edhe duke e kuptuar, duke e thënë tjetri troç, ore jeni tigër prej letre, do vi Putini, tani po e vulgarizojnë, do vi Putini t'ju sulmoj dhe unë nuk do jem atje për ndihmuar, si që kërkova ndim tani dhe ju s'me erdhët, se kishit portën tuaj, se tha djerë nuk vim sepse nuk da lajmërove e tjerë, Macronat me shok. Pyetje ambasador për ta mbyllur emisionin e personte që se s'do t'i luajmë më shumë. Europianët vazhdojnë të jenë kaq impotent dhe kaq miop sa mos e kuptojnë këtë gjë dhe të vazhdojnë të jenë pra të bien në kamzhik vetes, kaq mazokist. Problemi një mënyrë e të shpjeguarit të çfarë po ndodh, jo patjetër e shteruse, është që këto luftra që po ndodhin sipas fanatikëve të presidentit të Shtetit Bashkuar të Amerikës, janë pjesë e një përplasje midis dy sistemeve të qeverisjes, të hapur dhe të mbyllur. I hapur është globalizmi, i mbyllur është merkantilizmi dhe shteti nacional, modeli amerikan. Dhe europianët janë totalisht kokë e këmbë në modelin globalist, i cili prodhon vetëm luftra. Do më thënë, është histori shumë e gjatë që meriton një emision tjetër. Meriton një emision tjetër dhe unë do isha shumë historikun pse ky sistem, që quhet sistemi britanik i tregtisë lirë, prodhon vetëm luftra dhe konflikte. Dhe kudo që ka vajtur. Trumpi ku është në moment? Është pjesë e këtij sistemi apo jo? Se duket sikur është Trumpi që po e bën këtë luftë në Iran. Trumpi ka ardhur, domethënë, po të shikojmë çfarë bëri Trump dhe delegacioni i tij në Davos në janar të këtij viti, i shpjegoi europianëve që ju jeni në rrugën tuaj, shkoni ku doni, rruga jonë është kjo tjetra, nuk është kjo e juaja. Pra, të 300 anëtarët e delegacionit amerikan, me në krye sekretarin për tregtinë, sekretarin për financat të thesarit, Scott Bessent, në mënyrë të veçantë është një prezantim, është ende në YouTube, i Jamieson Greer, që parashtron fare qartë ku janë diferencat midis dy sistemeve. Sistemi britanik i tregtisë lirë, ai e quhen race to the bottom, domethënë është gara për të kapur fundin. Duke kapitali transnacional mundohet të heqë gjithë kufit barrierat që ndalojnë kapitalin të shkojë nga një vend në tjetër. Dhe vendet në konkurrencë për të tërhequr kapitalin transnacional, ulin fuqinë punëtore, ulin kërkesat për mbrojtjen e ambientit, çdo tjetër. Dhe kjo prodhon vetëm varfëri dhe mizeri aty ku shkon kapitali ndërkombëtar, sepse fiton vetëm kapitali dhe nuk fitojnë vendet.
Dhe është lidhet pak me ato që thash pak më përpara, që shtetet nuk janë asete për të menaxhuar, shtetet janë me identitet. Dhe në qoftë se shteti, siç kam përshtypjen që ne në Shqipëri jemi duke e përjetuar një gjë të tillë. Themi shteti, ndërkohë që shteti nuk ka gjë në dorë, sepse shteti janë kompanitë transnacionale, apo janë bosat, apo janë oligarkët, që i themi neve që shteti thotë ekonomi tregu, vetë deshim ekonomi tregu, por nuk është kështu. Ekonomi e tregut, të gjitha ekonomitë që janë zhvilluar, Japoni, Kore, Kinë, Taiwan, Amerika deri në para luftës dytë botërore, janë zhvilluar duke vendosur barriera tarifore për ato mallra dhe shërbime që ata mendojnë se janë gjendje që t'i bëjnë vetë më mirë, se sa të huajt, dhe mbasi kanë fuqizuar industrinë në vendit tyre, pastaj i kanë hequr ato barriera sepse janë tashmë konkurrentë, siç kanë bërë Korano-Jugorët për shembull. Qartë. Korano-Jugorët në vitet 60 ka një statistikë që kanë qenë në të njëjtin nivel jetese si Shqipëria. Po ajo lloj varfërie. Ku janë sot? Pse? Sepse vendosën që do vendosin barriera për çelikun, aluminin apo ndërtimin e anijeve apo të makinave njërin tjetrën, që do prodhonin dhe do konsumonin të tyre, dhe në momentin që u bën mjaftueshëm konkurrent në botë, i hoqën pse tarifat po tash thotë po jemi për tregtinë e lirë. Ndërsa Shqipëria hyri në tregtinë e lirë kur s'kishte asgjë. Dhe në vend që të zhvillonte diçka, ka mbetur nuk ka. Unë nuk e di çfarë prodhon Shqipëria, nëse keni dëgjuar juve që ditë prodhojnë ndonjë gjë. Kulla. Kulla, okay. Po kullat nuk janë të tregtueshme, janë vetëm banueshme. Dje dëgjova, isha një bisedë dhe më thanë që kjo tani duket si konspiracion, mbase nuk është dhe aq. Më thanë, gjithmonë më shumë po e kuptojnë disa njerëz që nuk e kanë ditë deri tani, sepse gjithë ky ritëm i madh, gjithë kjo etje e madhe për ndërtuar kulla nëpër Tiranë, po tashmë edhe nëpër vende të tjera, se dëgjova që do ngrihen kulla shumë lart edhe në jug të Shqipërisë për shembull. Dhe mora vesh ambasadori që në fakt që ka strategji, duke si konspiracion, për që ka strategji, dikush do t'i blej këto kulla. Dhe me qëra fjalla, të shkon mendje se kush mund t'i interesuar t'i blej këto kulla. Se këto nuk bëhen për publikun shqiptar, për njerëzit për rrugtarë do të shkojnë të marrin kredi në bankë, sepse para kushtojnë shumë dhe nuk besoj se bëhen për këto. Pra, se thuash, janë të huaj ata, të huaj të pasurit do vinë t'i blejnë. Këtu jemi në atë... Kush janë kompanitë që mund t'i blejnë këto kulla që po ndërtohen në Shqipëri? Këtu jemi në atë kufirin e Hall si film midis teorive konspirative. Që është fundi i emisionit, prandaj do ta bëjmë. Teorie konspirative dhe çfarë është vërteta, po ndodhin kaq shumë gjëra të pakuptueshme sa që duhet që i shpjegon vetëm me teori konspirative. Vërtet ngel pa fjalë domoshta. Kush mund të jenë shtetasit e huaj kompanitë, le të themi shtetasit, kompani të fuqishme, financiarisht të fuqishme sot, që mund të jenë të interesuara për të blerë gjithë këto metra kator në ndërtim. Se nuk po themi të vinë, nuk po flasim individët për qef që vinë blerë nga një apartament në Shqipëri, se është ka diell dhe tjera. Po flas për ta, ata ka shumë, ka polak, ka çek, ka kështu. Po flasim për buildingje të mëdha. Shumë ku vjen, ku do instalohet një bank ose një fond i madh investimi e zëm. Kush mund të jenë ambasador nga eksperjenca jote? Të shkon mendja nga cili shtet mund? Jo, nuk më shkon mendja sepse gjithë përqendrimi im është të kuptoj çfarë fiton populli shqiptar nga kjo, Azia, populli Azia. Çfarë fiton mamaja ime, çfarë fiton komshiu im, çfarë fiton vllai im. Le të flasim për të pasurit. Le mos flasim për të varfërit. Flasim për të pasurit, ambasador, për qef. Thjesht për qef. Shiko, problemi është që unë jam shtetas në një shtet dhe marrëdhëniet me shtetin janë kontraktuale. Pra, unë paguaj ca taksa dhe shteti që detyrohet më japi ca shërbime. Në qoftë se ky shtet nuk mendon për mua, apo mendon për tjetër, të s'ka lidhje me mua. Patjetër. Prandaj unë të fton në këto minuta të fundit. Nuk jam në gjendje të them dot. Jo, nuk shkon mendja as sekondë. Nuk e them asun sepse dua që të ma thonë njerëzit. Okej. Të shkruajnë në kopës. Po më bën përshtypje, domthon atë ka shkuar në mendje ore për kë bëhen këto kulla, për kë bien këto kambana. Jo, unë i shikoj gjithmonë me synimin për të kuptuar çfarë fitoj unë nga kjo. Ti e shep, dakor. Si më shërbejnë mua kjo dhe nuk gjej asnjë lidhje që të më shërbej ç'a ndodh nëpër Shqipëri, të më shërbej mua. Ashtu dhe mendoj edhe unë, po pastaj dikush më tha një ditë, ambasadori, diç më tha, aja nuk ka nevojë të të shërbej ty direkt. Ty të vini indirekt, pa e kuptuar dhe vet. Bëri të mendoj. Pra, sa më shumë prodhohet, ai më shumë rishpërndahet, edhe po s'keti lidhje direkte me gjën, të vjen indirekt. Është dikush patjetër që të vjen. Mua më është dukur më bindë se ajo që mundova të tregoja pak më përpara, që është kapitali transnacional i cili nxjerr fitime kolosale kudo që shkon dhe varfëron ato vende ku shkon dhe investon. Këtu jemi dakord.
Kjo më duket se po ndodh. I varfëron, por ndërkohë i varfëron në mënyrë relative. I varfëron në mënyrë relative, sepse gjithsesi duhet thënë që prap një i varfër, kur jeton në krah të një të pasuri, dakord? Vërtet është i varfër. Po të jetove ta kesh komshi të pasurin, komshi në kuptimin jo gjeografik se ashtu s'ndodh, po përfiton diçka dhe ai. Pra, se thuash, ai lë diçka dhe për të varfrin. Nuk e di sa më kupton ambasador. Jo, nuk më duket ashtu që fiton, sepse arsimi në Shqipëri po shkon keq e më keq, shëndetësia në Shqipëri shkon keq e më keq, aftësia prodhuese e shqiptarëve, aftësia intelektuale e shqiptarëve nuk më duket që ka ndonjë përparim krahasim me 20-30 vjet përpara, ose është stagnacion ose është më keq, mbase jam unë i gabuar. Numri i analfabetëve është rritur shumë, sipas shifrave të fundit të Instatit, çmenduri. Duket sikur po bëjmë një punë armiqësore, po shajmë vendin ton, po kam përshtypjen që ai që quhet analfabetizëm strukturor. Funksional. Funksional, po. Ke parasysh që ato thotë analfabetizëm funksional është që ti lexon por nuk kupton çfarë lexon. Tjetër gjë ajo. Tjetërisë unë them nga këta. Më shtua shumë numër turistë lexon të parë. Sa gojë të këqija thonë që në Shqipëri është 57% analfabetizmi funksional. Sa? 57%. Në 100 njerëz që janë në shkollë sot, 57 nuk kuptojnë çfarë lexojnë. Duhet të jetë me siguri të shpifura nga këto që na kanë natë, se nuk besoj se është kaq e lartë, po sigurisht. Duhet marr parasysh. Ambasador kënaqja sot, më dhe fjalën që shumë shpejt një nga këto ditë ne do bëjmë një emision për Kinën. Po, me kënaqësi. Në raport me Shqipërinë, me Ballkanin, me të gjitha në fakt. Duke qenë se duhet kujtojmë që ambasador karriera juaj ka filluar në atë vend në vitet 80 dhe ju keni qenë në ambasadën tonë në Kinë nga viti, më duket, ma po kujto pak, 82 deri në 1986, në 4 vjet. 4 vjet, 82-86. Perl. Zënja Zotrin, po ju lë dhe këtu sonte, ju kërkojmë ndjes shumë, sepse na iku me ambasadorin nuk kuptohet në fakt koha si ikën. Ma shumë kënaqësi sa herë që e kam në studio, çdo javë. Ju jeni të shumë që keni dërguar mesazhe në Totus. Pajtimi, Gregori, Elidoni, Ersildi, Sonila, Argëtimi, Sidrit Kurti, Eminia, Skiatori, Noli, Tim Çakoni, ose Cakoni, Tani CB. Gregori shkruan, Gregor, të lutem kurse o pak. E di se më zë shumë vend plak. Mos shkruaj kaq shumë mesazhe, shkruaj 1, maksimumi 2, ke shkruar 5 mesazhe. Gregor, please. Beni, Kalvonga, Sidriti, Mario Kuqi, Konti Montekristos, është me ne, Niku, Koli, Andriani, Martini, jeni të gjithë që më dëgjoni tani, janë emra tuaj, po, jeni me mua, ne jemi bashkë. Jemi bashkë, 23 vjetë ju më ndiqni, 23 vjetë që unë ju ndjek, si më ndarë asnjëherë. Me ambasadorin dhe sonte, po ju lë të qetë. Tani, me njerë sa të shfaqet një personazh i dashur për të gjithë ju, dhe i vërtet, unë do marrë kënaqësinë dhe shoh ambasadorin që do i rikthehet një buzëqeshje pa parë në fytyrë. E kush nuk buzëqesh me këtë personazh, ja shikoni. Corruption is not bad.